Bota në prag të luftës së tretë botërore. Nuk ishte parë më përpara në një konferencë shtypi Donald Trump në prime time i bën thirrje popullit amerikan. Dhe nga ana tjetër, gjithë populli çeçen është ngritur në këmbë për të luftuar për bri popullit iranian. 1 milion ushtar po përgatiten. Dhe tjetra që nuk pritej është që populli iranian po kundërpërgjigjet me disa taktika që nuk pendoheshin. Pra çfarë po ndodh? Po nuk është ky problemi kryesor. Problemi është ai që vjen më vonë, pra ai më i madhi. Dhe tani po ja u tregoj. Pra çfarë po ndodh? Nuk ishte ndodhur më parë që Donald Trump t'i fliste popullit amerikan në një lidhje të drejtë për drejtë në prime time. Nëse e mbani mend, vetëm në filma ndodh, pra që presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës i flet popullit, pra vetëm në momente ekstreme. Atëre lind pyetja, çfarë po ndodh? Çfarë po përgatitet? Deri para konferencës, Amerika kishte ndihmuar Izraelin vetëm me armatime dhe në një trup të vogël ushtarake. Kurse tashmë, pra në konferencë ai dha alarmin, duke thënë që nga sot fillon përshkallëzimi. Përshkallëzimi është fjalë për fjalë, nuk do të ndodh vetëm në Iran, por edhe në vende të tjera. Pra çfarë po ndodh? Nuk dua që të hap panik apo t'ju lvë, por këto janë deklaratat e Donald Trumpit, nuk janë të mijat. Unë vetëm thjesht dua ta diskutoj me ju. Atë që përgjigjet me fjalët e Donald Trumpit ishin të sakta dhe të shpejta. Pyetjet ishin nga gazetarët ku thanë, çfarë mendimi ke për luftën, si do shkoj tani? Tani tha, në qoftë se Irani nuk do të pranojë kërkesat tona, ne do ta kthejmë në hi. E dini se çfarë do të thotë kjo? Pra nga dje filluan trupat që të rrethojnë Iranin. Armbajtëset, anijet luftarake, avionët të sofistikuar, mijëra ushtar etj etj. Pra, shumë shpejt do të ketë jo vetëm një përshkallëzim, por do të ketë probleme të rënda edhe në vendet fqinj. Pse kjo? Sepse Irani do mundohet që të mbrohet, ashtu siç po bën deri tani. Por nga ana tjetër, ajo që më bëri shumë përshtypje është që Irani nuk e pranoi ndihmën e çeçenëve për momentin. Siç ju thash, populli çeçen është ngritur në këmbë. Madje prisi i tyre, komandanti ose generali i çeçenëve u takua me Putin dhe Putin është dakord që çeçenët të shkojnë në ndihmë të Iranit, sepse Putin nga ana tjetër e di shumë mirë që nëse ndodh përshkallëzimi, nuk do të ndodh vetëm me Iranin, por pasi të pushtohet Irani, do të fillojnë dhe më sipër. Dhe kështu do të ecin dal nga dal dhe kjo quhet lufta e tretë botërore. Dhe Putin këtë di shumë mirë. Ndaj ai u dha leje, sepse nëse është aty dhe pranon atë çka ata bëjnë, ai u dha leje që ata të shkojnë dhe të luftojnë në Iran. Mirë po Irani nga ana tjetër nuk e pranoi, tha nuk ka problem për momentin. Çfarë do të thotë kjo? Çfarë po fsheh Irani? Sepse të thuash që nuk kam nevojë për ndihmë për momentin, do të thotë që ti diçka po kurdis. Përveç se ata janë përgjigjur tani në një mënyrë që nuk e pritse askush, por Irani, unë besoj që po përgatit diçka të rëndë, pra ndonjë bombë të rëndë. Dhe nëse ndodh kjo, padyshim do e bëj shkrumbush gjithë botën. Dhe nga kjo prizmë, unë mendoj që Donald Trump nga kjo anë ka të drejtë që të ndalojë një raprezalje të tillë ose në një çmenduri të tillë. Ju çfarë mendimi keni? Sepse në një situatë kaq delikate, Irani është apo nuk është i fortë, unë them që duhet që të pranojë, them unë, në këtë moment pikat ose kërkesat e Amerikës, sepse nuk do mbetet gjë, sepse do hidhet gjithë bota. Tani për tani është vetëm Amerika me Izraelin, por unë kam frikë se nëse do të përshkallëzohet, do të futet edhe NATO. Si se tham, Donald Trump e ndëshkoi, pra me fjalë të rënda, NATO-n. Dhe nga ana tjetër, ministri i parë është thot publikisht që Donald Trump ka të drejtë. Dhe në këtë rast, unë mendoj që diçka po luhet dhe është një formë surprize, është një taktik surprize për mendimin tim. Sepse kanë qenë gjithmonë bashkë dhe vazhdojnë të jenë bashkë, nuk ka mundësi që të jenë të shpërndarë në këtë moment që po flasim. Amerika është ndarë në dy pjesë tani sepse nuk dëshirojnë që një luftë të tillë, sepse një pjesë e madhe e njerëzve janë kundër luftës dhe kundër Trumpit kohët e fundit. Por nga ana tjetër ka disa që thonë, nëse Irani ka me të vërtet arsenale apo
bomba të rënda, atomike apo ku ta di unë, ata e ndëshkojnë këtë dhe kërkojnë që të bëhet një pastrim i këtyre armëve, gjë që është një marrëveshje ndërkombëtare dhe nuk mundet që ta ketë Irani kur ndërkohë të gjitha vendet e tjera i kanë shpërbër disa nga këto predha ose bomba. Tani ka një problem tjetër, një problem që unë nuk e dija dhe doja ta ndaja me ju. Në ngushticën e Ormuzit kalokan edhe pesticidet, madje edhe kimikatët që janë thelbësor për të mbjella, pra për agrikulturën. Dhe në këtë periodu që po flasim, ngushtica e Hormuzit ka krijuar probleme në këto pesticide, pra në këto kimikate. Dhe e dini se çfarë ndodh tani, dhe sepse kemi thënë dhe unë dua ta përsëris edhe një herë. Ajo që do të ndodh do është problem i madh, sepse dje lexova edhe në këto një nga ministrat që ju thashte në një video të djeshme, italian, që thotë që nuk është problemi sot, por problemi është në shtator ose në fund të vitit, që priten të rriten çmimet. Sepse, për shembull, në qoftë se do vi momenti në shtator, për shembull, ose në gusht shtator, tetor, ju do jeni në shtëpinë tuaj dhe do kërkoni për shembull që çfarë të them unë, të ndizni dritat. Dhe në atë moment do thonë, jo, nuk mund të ndizen drita sepse po bëjmë kursime, sepse nga ngushtica e Ormuzit nuk kaloj më naftë dhe ne, një pjesë e madhe e këtyre centraleve, punojnë me naftë dhe ne nuk kemi mundësi që të furnizojmë gjithë vendin me energji elektrike. Dhe ti je i detyruar që të rish në skëter, por ti nuk duhet që të karikosh edhe telefonin. Pra këto janë ato gjërat më banale, më bazilare, por ajo që më shqetëson më shumë, sepse pjesa dërmuese e të rinjve këtë mendojnë vetëm për celularët. Ajo që më shqetëson më shumë është fakti i ushqimeve. E kam përsëritur dhe them 10 herë, do ta them derisa të lodhem, që problemi kryesor është i të mbjellave. Nëse nuk do të ketë të mbjella sot, nesër do të jetë e pamundur që të ketë ushqime, ashtu siç po ham sot. Dhe ky është problemi kryesor. Kështu që unë mendoj që na duhet një depozit për të mbledhur ushqimet, i mbledhim tani, sepse do të 3 fishohen ose ndoshta do të 4 fishohen çmimet në fund të vitit. Sepse ne tani po përdorim ato ushqime të vitit kaluar, por mbajeni mend, në fund të këtij viti do të ketë probleme të ushqimeve që nuk kemi bërë, pra nuk i kemi krijuar, si mund të quhen, në këtë vit, pra në fillim të këtij viti. Është si ato rezervat që ne do përdorim rezervat e viteve të kaluara. Ndaj dhe çmimet do rriten. Dhe pastaj vitin tjetër do jenë akoma më të mëdha këto shpenzime. Megjithatë, unë mendoj që një situatë të tillë nuk ishte para asnjëherë bota dhe shpresoj që çeçenët, pra ushtarët çeçen, mos të shkojnë drejt Iranit, sepse në këtë moment unë besoj që do shtohen forcat edhe amerikane, por edhe të NATO-s, që do bëjnë një përshkallëzim botëror që mund të gjendet bota në prag të luftës së tretë botërore, ose mund të ndodhë lufta e tretë botërore, gjë që askujt nuk i intereson, por sidoqoftë në raste të tilla ndoshta u intereson disave që në mënyrë të përciptas, si mund të quhet, që të pastrohet një pjesë e madhe e njerëzve. Megjithatë, pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë argument, sepse u lodhëm me këtë luftë, sinqerisht u lodhëm. U lodhëm dhe unë do të dëshiroja që çdo gjë të jetë e qetë. Mirë po, nuk dihet se pse çdo gjë po shkon drejt asaj që mendohet si ato luftat e çetave të vogla, të një lufte të tretë botërore, por me çeta të vogla, që fshehin diçka tjetër që ne nuk e dim. Megjithatë, pres komentet tuaja, ju përqafoj dhe shpresoj mirë.